Prostitucioni është Shqipëri, hipokrizia e shtetit, rreziku publik të paratër humbin. Shqipëria është kthyer në një territor ku prostitucioni funksionon lirshëm, hapur dhe pa asnjë kontroll institucional. Eskorta vijnë nga gjithë bota, gra dhe burra nga Europa, Amerika Latine, Azia, Turqia, Azerbajxhani. Shëndrojnë disa ditë, ndërtojnë rrjete sociale, reklamohen hapur online dhe largohen pa lënë gjurmë. Nuk paguajnë taksa, nuk kontrollohen shëndetësisht, nuk mbajnë asnjë përgjegjësi. Dhe shteti, gjatë sezonit veror situata shpërthen. Në jug të vendit, nga resortet luksoze të pallatet dhe apartamentet turistike, hotelet dhe banesat kthehen de facto në bordellot improvizuara. Fluksi është masiv, i dukshëm dhe i pakontestueshëm. Megjithatë, asnjë institucion nuk flet, asnjë raport zyrtar, asnjë politikë publike. Prostitucioni nuk zhvillohet vetëm në rrugë apo ambiente fizike. Ai është zhvendosur online në aplikacione dhe platforma të përdorura gjerësisht si Tinder, Grindr, Hornet, Rentmen, Escort Tirana dhe 10 faqe të tjera. Reklamimi është i drejt për drejt, agresiv dhe i pandëshkuar. Kjo nuk është më një zonë gri, është një industri informale që funksionon para syve të gjithëve. Pyetja e vërtet nuk është pse këta njerëz ekzistojnë. Prostitucioni është një realitet i vjetër sa vetë shoqëria njerëzore. Pyetja është, pse shteti shqiptar refuzon ta rregullojë, ta kontrollojë dhe ta taksojë? Në shumë vende europiane, përfshirë Italia dhe Holanda, janë zgjedhur modele të ndryshme: legalizim, licencim, kontrolle periodike shëndetësore, taksim dhe mbrojtje minimale ligjore. Qëllimi nuk është moralizimi, por ulja e rrezikut publik. Në Shqipëri, përkundrazi, kemi kombinimin më të keq të mundshëm. Prostitucion masiv, zero kontroll shëndetësor, zero taksa, zero mbrojtje për shëndetin publik. Pasojat janë serioze. Sëmundjet seksualisht të transmetueshme, HVDS, gonore, sifilis dhe të tjera qarkullojnë pa asnjë filtr. Këto nuk janë thjesht çështje individuale, janë rreziqe shëndetësore kolektive me kosto afatgjata për sistemin shëndetësor dhe shoqërinë. Një regjim licencimi me kontrolle mjekësore çdo 3 muaj, regjistrim, taksim dhe mbikëqyrje do të ulte ndjeshëm rrezikun e përhapjes së sëmundjeve, do të sillte të ardhurat në buxhet dhe do të hiqte hipokrizinë institucionale. Sot shteti nuk fiton asgjë dhe rrezikon gjithçka. Heshtja është bashkëfajësi. Kur një aktivitet zhvillohet masivisht, publikisht dhe për vite me radhë, pa asnjë reagim shtetëror, nuk kemi të bëjmë me paaftësi, por me zgjedhje politike. Shqipëria nuk ka nevojë për moral të rrem. Ka nevojë për politika reale, të guximshme dhe të përgjithshme. Çdo ditë vonesë është një tjetër ditë rreziku, një tjetër ditë informaliteti dhe një tjetër provë se shteti po zgjedh të mbyll syt.